e influencerit dhe të fillonin të bënin reklama në rrjetet sociale? Mas viti 2020, mas karantinës, me që ishte edhe ideja që nuk mund të lëviznin shumë njerëzit, edhe s'mund shkonin në dyqanet ndryshme, fillunin kompanitë me u kthy nga online-i. Okej. Edhe përveç kompanive që shisnin produkte, kishte edhe njerëz që shisnin imazhin, po themi. Po. Kështu që fillunin me u rrit influencerat. Domethënë karantina bëri një gjë të mirë. Po, është një gjë e mirë. Okej. Pavarësisht se bani gjëna të këqija për shumë biznese, të cilat nëse nuk janë adaptuar me kohën, sigurisht që kanë mbet mrapa. Por që përderisa janë kthy edhe produktet online, sigurisht që ka edhe marketera që e bëjnë online. Mund ta bash me një green screen nga shtëpia për shemb. Balandro, 4-5 vitet e fundit ka këtë, është kjo wave, kjo dall. Okej. Momentalisht kemi më shumë influencers se ç'na duhen. Po, kemi. Po nuk e them këtë se un jam nga që jam pjesë e botës influencerëve dhe po i shoh hibrid. Po ka realisht sepse duke qenë që sot është bërë shumë e famshme edhe kjo smart working. Jesh influencer sot konsiderohet një smart work. Çai bie se ne s'dim italisht. Punosh nga shtëpia me pak fjalë. Po këtu nuk është se punon thjesht nga shtëpia, po përdor telefonin, e vendos aty një tripod që e merr diku për 12000 lekë ose 30000 lekë. Respekt. Vendos një ring light atje, vën atë play aty te TikTok ose te Instagram dhe mund të bësh një content creator shumë kollaj ose një influencer shumë kollaj. Po si i justifikojnë prindërve këta kur thotë ço punos ke gjithë ditën në shtëpi. Po kjo është e bukur që nuk ka pse të justifikohet prindërve. Shumica e prindërve sot po i inkurajojnë fëmijët e tyre që të bëjnë para në këtë lloj mënyre. Po shumë e tmerrshme kjo, un kam parë le të themi mama ose baba, fëmijët e vegjël janë minoren, ai mbase nuk do të dali, sepse nuk e ka krijuar akoma le të themi atë identitetin e vet, por unë e shoh që ai bën reklam sallami. Po. Sallami dhe jo vetëm. Po e kam fjalën kompanira shumë të ndryshme, po tani ka ndonjë mas ligjore që të prek ty, për shembull, që duhet të ketë. E mirë është që në 18 vjeç mos të shfaqen minoren. Po. Por që ndoshta vjen nga një prindit. Po, ndoshta vjen nga ignoranca e prindërve ose ndoshta nga nevoja e tepërt, sepse shumë prindër ose shumë njerëz në një moshë të pjekur e marrin këto vendime që me përdor çdo mjet që kanë dorë për me nxjerr një të ardhur ekstra. Por që mirë është mos me përdor, sidomos imazhin e fëmisë tënd, apo deri në 18 vjeç. A është vërë kjo puna e influencerëve si llotaria amerikane? Një e fito tjerë vetëm provojnë. Ose si firma piramidale që fut njëri 2 i merr tjetri 7. E vino ke hedh lekat deri në 97 në vini apo ja? E hodh, ja, e shkreti. Ja more ti nga ata që more. Normale nga Vlora, çfarë? Mos themi që mund të ketë çe kështu. Krye piramidën.